Zona zotërinë sa të deneruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe juajen në Odeon. Mirë mbrëma na em, mirë mbrëma Lora dhe mirë mbrëma gjithë stafi i Odeonit. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni, në të 4 anët e botës, në Kosovë, në Shqipëri, në Mërgat, deri në Amerikën dhe Australinë e lojë. Ja ku jemi këtu me një atmosferë, realitet shumë ritmike, e dasme, si një paralajmërim, si një sihariq i mirë që po vjen vërtet vera me përplot koncerte, me mbrëmje dhe me dasme. Po na em lejo me falenderu Muhamet Selimi, cili ka orkestru pangen, gjithashtu edhe Plator faleminderit. Edhe Muhametit, të dyve, normal. Shumë faleminderit. Po, Meti, ja më shtu atje veç Meti i Bajramcurit, sepse është njërin nga motorët e ansamblit Bajramcurit që ka bërë dhe ka dhënë shumë shka, dhe në realitet vazhdon të jetë pjesë inventive e bukur e muzikës e artit shqiptar. Muhamet Selimi! Jemi këtu bashkë, jemi në spektaklin tuaj, jemi këtu një armat për para kamerave, një armat prapa kamerave, duke bërë gjithë shka që ju të kaloni sa më bukur në një vikend, ku në përmbajtjen e këtij spektakli që quhet Odeon do të keni këngë, humor, alegorie, satire, metafore, do të kemi mysafir tepër të veçante, do të kemi edhe lidhje të drejt për drejta me njerëz të veçantë e gjëra të bukura. Besoj se ja vlen që këtë të shtunë edhe nesër e diel në mëngjes ju të ngjiteni para radio televizionit 21 spektaklit Odeon. Apo i falenderojmë ata që janë suporti ynë? I fuqishëm me mbështetja jonë e mirë. Absolutisht. Slogan, tamam. Duke filluar nga sponsori në general, që po ndërton një qytet me standardet më të larta, thjesht qytet me vete, me gjelbrim, do më thënë ka parqe, ka lodra, ka gjithë shka në atë kompleks që bëjnë të standardeve më të larta, e që nëse shkon ka forma dhe mundësi nga më të ndryshme dhe më të lehtat që ti të bësh më shtëpi. Park Residence, Berisha Group Prishtinë. Gjithashtu e falenderojmë edhe salonin e Undulimit që në kryen me Agonita Sogojeva Hair. Agonita Hair! Kus Kosovë! E kemi kaluar një javë absolutisht me plot ngjarje, një javë të bujshme. Na vazhdojmë me mbet sy e vesh për ngjarjet që sfumohen, për ngjarjet që ndonjëherë edhe na prezantohen jo krejt ashtu si janë. Vazhdon ajo qasja jonë në përditshmëri, se ti ke thonë, ti ke bënë ti, dhe problemi është që po jesim mrapa pa i bërë ato që i kemi premtuar, pa i bërë ato që duhet me i bon 24 në 24. Asa e rëndësishme është që secili ta kryj punën e vetë në mënyrën më të mirë, më profesionale, me pozitivitetin më të madh, me energjinë pozitive më të madhen, në mënyrë që o njerëz, neve të jetojmë tamam si që jeton bota perëndimore, sepse e meritojmë. I thojmë në vazhdim ato që janë çdo javë, kënaqësia juaj, gazi juaj, me humorin, me artistlëkun e tyre, me satiren, me metaforën, me ironin. Për ju, për ne, për të gjithë, Dada, Hyr dhe Kulja! Veti! O, mirë dita, mirë mroma. Mirë qa që të rëmov që pjo thët mirë dita. Po i nëzeti, sepse erdi e bardhave. O, në e në farë regu. Deqëm. A keni fjallën qa që u zhegite ka i dhe mirë dita. U trëllov? U trëllov kejtë u bo. Nga. Ka marrë në përfundim. Që femna është si rryma elektrike, si struj. Qysh, pse? Po nëse trajton mirë, ajo ta bën jetën dritë. A nëse trajton keq, ta fut 3 fazë të kallë për zgjalli. Jo, vazhdo. Vish na femnat edhe shumë punojna. Unë e dje këputjom, tu palu tesha.
O, zot, vish kej dollapin e kom drejt, a? Verdimër, apo? Jo, me qfar verdimën? Po? Ngusht e taman.